Është viti 2022. Në kuvendin e Kosovës, krye parlamentari Glau Konjufca, me fytyrë gjysmë të mbuluar, ngri dorën e pari për miratimin e kodit civil. Kjo nismë ligjore, mes tjerash, i hapte rrugë martesave, burr me burr e grua me grua. Tema shkaktoi përplasje të mëdha, duke ndarë deputet në 2 kampe, madje edhe brenda vetë lëvizjes vetëvendosje. Kundër këtij projekt ligji votuan mbi 25 deputet. Mërgim Lushtaku, Eman Rahmani, Visar Korenica, Labinot Demi Murtezi, Burim Karameta, Gramos Agusholli, Fitim Haziri, Drita Milaku, Fjolla Ujkani, Ekrem Mustafa, Alban Bajrami, Halil Thaçi, Milazim Salijaj, Niazi Saku, Besnik Tahiri, Time Kadrijaj, Pal Lekaj, Beg Berisha, Albana Bytyqi, Arta Bajralia, Arjeta Regjepi, Duda Balje. Në anën tjetër, 28 deputet të lëvizjes vetëvendosje votuan pro. Glauk Konjufca, Mimoza Kusari Lila, Vasfije Krasniqi, Armend Muja, Fatmire Mulhaxha Kolçaku, Avni Dehari, Artan Abrashi, Fitore Pacolli, Jahja Koka, Hake Abazi, Ardian Gola, Arbër Rexhaj, Dimal Basha, Mirsat Shkreta, Doarsa Kica Gjelili, Besim Muzaçi, Arjeta Fejza, Jeta Statovci, Shqipe Mehmeti Selimi, Gani Krasniqi, Tinka Kurti, Enver Haliti, Ylza Hoti, Agon Batusha, Salih Zyba, Ven Denis Lahu. Ndërkohë, procesi nuk kaloi pa absenime. Gazmen Gjyshinca, Hydajet Hyseni, Mirlinda Tishukaj Sadiku, Driton Hyseni, Shqipe Isufi. Morë parasysh krejt situatën e krijuar, kodi civil nuk kaloi atëherë, por lëvizja vetëvendosje nuk ka hequr dorë asnjëherë nga kjo nismë, e as nga ajo për ndërrimin e gjinis çdo 10 vjet. Për kodin civil, bile kryeministri Albin Kurti është zotuar të angazhohet personalisht. Shënjestër.net